kurse pra nuk i ka shanse për t'i bërë këto sunet ose për të ndjek pas Albin Domanin. Pra ky është Arben Krajë Junior për mendimin tim, sepse ka prova të mjaftueshme për çdo individ, si nga struktura shtetërore, ashtu edhe nga parlamenti, si edhe nga banditi që arrestohen për çdo ditë, në telefonat e tyre gjenden gjithë emrat e tyre që janë sot në parlament. Dhe vetëm ato mjafton që ta bëjnë arrestime. Nuk është ato që vetëm duhet të arrestohet Belinda Balluku. Ke prova për Këlliçi, ke prova për Flamur Nogrin, ke prova për Eduard Sharcin, ke prova për atë ARZ-s, pra të gjithë janë të zhyllur. Pra dhe ky mesazhi, kjo simbolika e saj kjo është, sepse ky nuk po bën asnjë hap. Nëse do më shpëtu Shqipërinë nga skëterra, i ke mundësi, vazhdo, vepro. Koha nuk pret. Shqipëria është e bashkuar më shumë se kurrë dhe po i vjen punë çdo gjë. Tirania po mposhtë. Edhe shpresë i jap diasporës, i jap përgëzimin më të madh shpirtërore. Ajo është motori i revolucionit dhe i flamingove. Duhet mbështetur. Çohet gjithë Shqipëria, nënat, prindërt, motat, vëllezërit duhet të çohen të gjithë në këmbë, se koha nuk pret, atë është në rrezik. Mafia e ka shkatruar këtë vend dhe po vazhdon të shkatërron. Çohu sa nuk është vonë.